Steven Shpendi u shndërrua në heroin e Empolit në barazimin 2-2 të arritur ndaj Monzës. Fal dopjetës së sulmuesit shqiptar, skuadra e Empolit arriti të shpëtonte nga rënja nga kategoria, teksa e mbylli kampionatin në vendin e 15 të renditjes. I 22 vjeçari, golin e parë e shënoi në sekondën e 32, ndërkohë që vendasit e përmbysën rezultatin me Petanjën dhe Delikarin. Por golin e barazimit, që solli edhe pikën e artë të mbijetesës, mendoi sërish Steveni në minutën 90+1. Fal kësaj dopjete, Steven Shpendi u rendit në vendin e 4 në listën e golashënuesve, me 15 gola dhe 2 asiste, 3 më shumë se vëllai i tij Christian Shpendi, që u rendit në vendin e 8.